Pas të mondi, Ju pret një ndeshje e vështirë nesër, një kundërshtar I fortë përballë. Jeni përgatitur për këtë duel? Po, jam përgatitur për këtë ndeshje, kam studiuar dhe kundërshtarin, kam bërë disa ndeshje, disa video të tij dhe jam shumë konfident dhe shumë I përgatitur për këtë ndeshje dhe mendoj që kena me dal shumë me sukses. Keni besim që do arrini të fitoni? Me të thënë drejtën po, shumë. Domethënë jam shumë konfident e ka pjesë që kam me fitu si ndeshje. Dhe tonë puna që mundu me zera një box bukur, me bë një performancë bukur. Ndeshja s'ka me kanë thjesht, por kur ki bëj stërvitje kemë kanë edhe konfident, domethënë, që kemë fituar ndeshjen. Besoj përgatitjet kanë qenë maksimale gjatë gjithë javës me trajnerët tuaj. Po, kena bëj stërvitje 6 herë në javë, 2 seanca në ditë, dhe jena shumë përgatitur. Keni një thirrje për tifozët shkodran të jenë sa më shumë nesër? Pres që të vinë gjithë ta mushin këtë sallë, se janë 3 ndeshje profesioniste shumë bukura, edhe po ashtu ndeshjet amatore dhe kam bërë një event shumë I bukur nesër. Faleminderit.